gjyqtar nuk i plotëson kriteret, gjyqtari ka për detyrë të përgjigjet. Zotri, ke këtë dënim, hap krahun. Institucionet e drejtësisë greke, që ndodhen në Athinë, thot, po jo që janë të institucionet e drejtësisë në Athinë, është term i përdorur qartësisht në qëndrimin zyrtar të prokurisë përgjithshme. Pse? Jo gjykatës të Athinës, po institucioneve të drejtësisë në Athinë. Është absolutisht, pastaj këtë gabim nuk e bën dot, sepse Janina me Athinë nuk ka lidhje fare, janë qarqe ndryshme, është një lloj që gjyqi bëhet Shkodër dhe këtë drejtoj. Ktu është ai ngërçi që është. Pse? Po jo, i është drejtuar organeve të drejtësisë në Tiranë, thuhet. Kjo thot në Athinë. Pra, prokuria e përgjithshme, kur ka bërë hetimin, njëkohësisht dhe Irena Gjoka i ka sjellë dokumenta, se i ka paraqitur dhe Irena. Por nëse ti Irenës mund t'i quhen falsifikuar, zyrtarisht prokuria e përgjithshme është drejtuar institucioneve të drejtësisë në Athinë. Pra i është drejtuar atyre institucioneve të cilët me ligj janë përgjegjës për administrimin e regjistrit dhe të regjistrit. Tani ka bërë mirë apo ka bërë keq që është drejtuar? Absolutisht shumë mirë ka bërë, po ka marrë përgjigje s'ka dënim. Këtë po të them. Është dënuar në Athinë, është dënuar e kupton? Sot, në qoftë se ne i drejtohemi regjistrit penaliteteve. Po ti gjykatës në Jo, një minutë. Ose po ta orientonte drejt. Koli dhe po e mbyll se po Jo, s'ka jo, të kuptoj. Në qoftë se në këtë moment, sot, unë Arben Meçaj, i drejtohem nëpërmjet i Albanias regjistrit dhe i them jam i penalizuar apo jo, u mund të kem bërë një vepër penale në Shkodër. Më jep përgjigje. Zotri, je i dënuar në Shkodër për këtë vepër penale, po në Shkodër, sepse regjistri themelor që ekziston në Tiranë nuk ka të bëjë me vendi ku ke marrë penalitetin. Pra, ky regjistër nuk ndodhet. Kush ka gënjur Arben? Ne duhet ta kuptojmë kush ka gënjur. Atëherë un kam çiq parë që po them. Ka gënjur Irena, ka gënjur prokuroria e përgjithshme, ka gënjur këta në Athinë, ka gënjur këta në Janin. Atëherë për të qenë në qartë ata që ta mbyll një një rezume. Ky dokument është dokument i prodhuar për mua. Për sa kohë që përpara daljes së dokumenti, zyrtarisht nuk figuron ky dënim. Për sa kohë që në gjithë dokumentacionet që ne shohim nuk ka një gjurmë të prezencës së Irena Gjokës. Për sa kohë që sanksionohet që gjithë vendimet janë marrë mungesë, unë them është një dokument i cili është i improvizuar dhe i krijuar nga shërbimet. Pikë. Frok. Vërtet është se ndodhemi para asaj që edhe ju e shpjeguat para një gjendje që s'po e kuptojmë çfarë ndodh në drejtësi dhe çfarë ndodh me drejtësinë. Brenda drejtësi, edhe kjo gjë dëshmon se në trupat e drejtësisë ka një luftë, ne kemi thënë është pak me ekstrem, po ka një luftë klasash. Ka një luftë civile. Njeri kundër tjetri për të mbrojtur një çështje që s'mbrohet, e tjerë. Sa ka hyrë në SPAK dhe sa ka hyrë në GKK krimi, unë duket fjalë rëndë, unë nuk di ta them se në shmas, por që është e inkriminuar. Është një drejtësi e inkriminuar për arsye se s'ka si të ndodhë ndryshe. Për arsye se drejtësia vjen nga një helmim total i saj, prej shumë vitesh dhe tani ti duhet të gjesh gjyqtar, duhet të gjesh prokuror, të cilët janë rritur në kuti qelçi, e pamundur, e para. Dyta, ata që janë ashtu nuk pranohen, sepse ata që janë ashtu që janë të pastër nuk shtynë me brylla për të hyrë atje. Janë një sër faktorë. Kjo që po ndodh sot me drejtësinë që po lufton kundër një publiku të tërë, për të thënë vërtetën, dhe radh parë kundër parlamentit, kundër qeverisë e tjerë, dhe që nuk e pranon rishikimin asgjëje. Domethënë, edhe pse kërkesë e parlamentit është të rishikohet kushtetuta, të rishikohen ligjet që e kanë formuar trupat e drejtësisë, ka një alarm shumë të madh pse na prekni, mos na prekni. Fjala mos na prekni do të thotë se fsheh një gjë të madhe, kjo në përgjithësinë e saj. Dhe për të kthyer tek çështja, realisht ajo që në shikimin e parë kur e shikon atë shpalljen e prokurorisë, ose si me thënë prononcimin e qeverisë, e prokurorisë, që aty rrjedhin logjikë të tërë, rrjedh plot logjikë, sidomos logjika gjyqësore rrjedh. Aty thuhet që klienti u paraqit në kufi, ishte me vizë të falsifikuar dhe nuk u pranohet hy.
Që do të thot, e para ti njerë, ku e di që është viza e falsifikuar? Një njeri Nga autoritet kufitare e dina. në regull. Po për çështje gjyqësore, për çështje gjyqësore, Greqia ka... Më falë, Flok, më falë, do të them rastin tim. Pashaport diplomatike unë, në Kakavi. Më thot, ky policë, më thot e këtë falsifikuar. Unë, pashaport falsifikuar, ja kam grisur këtu. Dhe i kam thënë unë do të kthej çështje dhe pashaporta ime me vizën greke, se kemi edhe diplomatike unë që me Kjo vizë. ka ndodhur, unë e di... Ma kanë gris mua. Se kam kaluar shumë shpesh në kufit. Dhe e kam patur deri vonë atë, se duhet ta kisha tani se hoqa më, po t'ja u tregoj juve si ja kam grisur unë në fytyrë. Se natyrisht isha mandat. Ajo periudhë, Beni. Edhe e periudhë ka qenë. Ajo periudhë... Agresion. Ajo periudhë ishte e vështirë në kufit me Greqinë. Tashi, ajo ka dhe diçka tjetër tek rubrika, më fal. Te rubrika aty te vettingu duhet deklarosh. Edhe nëse të është refuzuar hyrje. Pra do më thënë se flasim tek... Kjo pastaj. Jo, flas